thonë Muhamedi alayhi salam, Allahu e ka mallku një burr i cili ju përngjan grave, edhe Allahu e ka mallku një grua e cila ju përngjan burra, me veshjet e sajna, me formën e sajna se si flet, me formën e sajna se si sillet. Allahu e ka mallku një burr i cili ju përngjan grave, edhe një grua e cila ju përngjan burra. E sa ushtu kjo në këtë kohë. Allah na ruajt e na bëj prej muslimanëve të mirë. Kujdesa musliman. Nëse ti je burr, gjithçka që ka të bëjë me burrat, merre, është e jotja. Praktikoje. Është e burra. Nëse diçka është për gra, leje. Qoftë teshje, qoftë sjellje, qoftë gjithçka që ka të bëjë me gratë, qoftë ulje, qoftë forma se si gjithçka që ka të bëjë me gratë, leje, nuk është e jotja, është e grave. Po edhe ti që je grua, gjithçka që është e jotja si grua merre. Ka hije, është e jotja, është e natyrës tane. Ama nëse diçka është e burra, qoftë veshje, qoftë formë e shprehjes, qoftë gjithçka që ka të bëjë me burrat, mos e merr, nuk është e jotja, nuk ka hije ajo, nuk të përshtatet ajo. Ajo është e burra. E lusëm Allahun azza wa jall na bëj për atyre që kur nuk ju përngjajmë grave. E lusëm Allahun azza wa jall që gratë tona, me rujt Allahu azza wa jall që kur mos më ju përngjaj burra. Realisht edhe çuditë musliman që çfarë shkallë në ardh që një burr me dash që një grua mos sjell si burr. Është e çuditshme. Po edhe është e çuditshme që një grua ka qef me pas një burr i cili është pak si grua. Allah na ruajt, na bëj për muslimanët të mirë. Allah na fal, na bëj për muslimanët të mirë.